Kosova do të pres tërvitjen më të madhe ushtarake në Evropë, Defender Europe 25. Kosova do të jetë mikprise e ushtërimit më të madh ushtarak në Evropë, Defender Europe 25 Immediate Response, një ngjarje që do të zhvillohet në kuadër të forcave të ushtrisë Kosovës FSK. Lajmin e ka bërë të ditur ministri i mbrojtjes Eyüp Maqedonci përmes një postimi në rrjetet sociale ku ka theksuar se përgatitjet për këtë ushtrim po zhvillohen sipas planit parashikuar. Në postimin e tij, Maqedonci ka shprehur bindjen se realizimi i ushtrimit do të jetë i suksesshëm, duke nënvizuar rëndësinë e këtij eventi për forcimin e kapaciteteve të FSK-s dhe avancimin e bashkëpunimit me aleatët ndërkombëtar. Ministri Maqedonci gjithashtu ka dhënë detaje mbi stërvitjet që po zhvillohen nga trupat e FSK-s, sipas tij forcat e FSK-s janë aktualisht duke u stërvitur në mnell të Shqipërisë, ku Maqedonci së bashku me komandantin e FSK-s General Lejtnant Bashim Jashari vizituan ushtarët e angazhuar. Vizituan ushtarët tanë, konkretisht togën e mortajeve të regjimentit të 3 të Kamsorisë. Kjo njësi po zhvillon stërvitje qitje me mortaje 120 mm, një element i rëndësishëm për rritjen e aftësive luftarake të FSK-s dhe përgatitje për ushtrimin Defender Europe 2025. Gjatë vizitës rikonfirmuan se ushtria jonë është në nivelin e forcave të NATO-s për sa i përket përgatitjes profesionale, motivimit dhe pajisjeve ushtarake, ka theksuar Maqedonci. Ky ushtrim ndërkombëtar, njëri nga më të rëndësishmit në Evropë, do të luajë një rol të rëndësishëm për forcimin e kapaciteteve mbrojtëse dhe bashkëpunimin e vendeve pjesëmarrëse, ndërsa Kosova do të dëshmojë angazhimin e saj në forcimin e sigurisë dhe stabilitetit në rajon.